Dhe profecia përmbushet jo përmes vdekjes, por dorëzimit, sepse ajo çfarë ishte në altar atë ditë nuk ishte një fëmijë, ishte egoja, posesiviteti, iluzioni i kontrollit. E çfarë mbeti ishte oferta më e qëndrueshme nga të gjitha, lidhja midis ëndrës dhe besimit për ta çuar përpara. Ky është kuptimi që kremtojmë sot. Jo ritualin, por lëshimin, jo thikën, por mëshirën, jo pushtetin për të marrë, por hirin për të dhënë, jo ofrimin e mishit, por të vetes. Dhe në mënyrën e vetë, kaq radikale, e rrënjësore, është arsyeja pse jemi mbledhur këtu, sepse gjithë e dimë, Shqipëria nuk është një vend që tërheq arkitektët më vizionar të botës me para apo me shkëlqime. I tërheq me një gjë shumë më të vështirë për të përkufizuar, por të pamundur për të falsifikuar. Besimi I përbashkët në realitetin e një ëndre dhe besimi që mund të mbartet, jo vetëm këtu, por sidomos këtu. Diçka plot jetë e papërsëritshme, diçka ende e lirë, në mënyrë të pabesueshme e lirë, nga komforti I rregulloreve që nuk mbysin. Ky festival në mënyrën e vet është një bajram I shpirtit, një akt I hedhjes së hapave përpara, jo për të dominuar tokën, po për ta dëgjuar, jo për të imponuar, po për të përfituar së bashku, jo për të sakrifikuar një vizion për një tjetër, po për t'i lënë egot tona, që diçka e përbashkët, diçka më e madhe të lindë në vend të tyre. Dhe nëse kjo duket rastësi, kjo bërje bashkë një nisje të re dhe një ditë të shenjtë, më duhet të them dhe më besoni, kam bërë shumë rrugë në çdo kuptim, dhe mira keq, nuk besoj në rastësi, dhe juftoj secilin prej jush të ndjeni lidhjen midis kësaj dite e kësaj aventure të re, për ta marrë këtë konvergjencë të pangjashme jo si rastësi, si shans, por si bekim. Të nderuar arkitekt të rinj me përvojë, miq të çmuar të Shqipërisë që keni ardhur këtu vit pas viti, muaj pas muaj nga të dyja hemisferat e botës për të bashkuar me ushtrinë e fuqishme shqiptare të arkitektëve. Arkitektura mund të transformojë jo vetëm hapësirat, por edhe mendjet, jo vetëm vende, po kështu dhe imagjinatën e një komuniteti, ndjesinë e vetë të përkatësisë në vend, vizionin për të ardhmen dhe vetbesimin e tij. Miq të dashur, të ftuar në këtë ushtri arkitekt, student, rinj, ju uroj mirëseardhjen e ngrohtë këtu, në zemrën pulsuese të Tiranës, në një Shqipëri që sot prodhon më shumë arkitekturë se sa e gjithë Europa bashkë, ndërkohë që në gjithë hapat përfundimtar që ende e ndajnë nga Olimpi Europian. Sot këtu nisim së bashku një aventurë të re për të krijuar një hapësirë në formë shpirtërore, e jo një hapësirë ku duhet ndërtuar arkitektura, por duhet dëgjuar arkitektët, të dëgjohen se cila mund t'jetë lëvizja tjetër për t'u marrë konsiderat apo për t'u braktisur, hapi tjetër për t'u hedhur apo për t'u shmangur, sfida tjetër për t'u përqafuar apo për t'u lënë të shkojë. Dikush ndoshta mund të bëjë pyetje. A kanë të bëjnë këto dilema me arkitekturën, me politikbërjen, me jetën apo me diçka krejt tjetër? E vërteta është që nuk shoh vija të mprehta ndarse midis tyre kur flas për arkitekturën, gjej shumë pak që qëndron jashtë prekjes së saj. Ndoshta e kam gabim, apo krejt I një anshëm I mbërthyer nga tërheqja e arkitekturës dhe mendjet që e prodhojnë. Megjithatë mund t'ju them pa hezitim që të dëgjosh arkitektët e vërtet dhe të gjurmosh procesin e tyre krijues është një
forme jashtëzakonshme edukimi jashtë kurikular në politikbërje, të kuptosh forcat me cilat përballen të natyrës e të vullnetit njerëzor, është të hedhësh një sy të gjitha atyre mënyrave që duhen për të marrë vendime dhe për të ndjekur tensionin në arfun e kompromiseve që duhet të ndjekin që nga grima e një ideje që lind deri tek terreni i brisht i realitetit, pa e prisur atë, por duke bërë të qëndroj ashtu krenar është një masterclass rezistence për kudo që është i vendosur t'i jap formë ëndrës së vet. Jemi këtu për të për të vënë një bazë shumë të fortë për arkitekturën si një katalizator në një shoqëri ku duhet rinegociuar marrëdhënia, qoftë shpirtërore ashtu dhe territoriale, duke mësuar nga e shkuara duke u përballur me të ardhmen. Në fakt kemi gjetur një emër për hapësirën që kemi nisur të krijojmë, festivali Buk e Zemër. Gjetëm edhe një moto, sillni pak krip, ju lutem. Shpreha Buk e Krip e Zemër është trinia e mikpritjes së shenjtë shqiptare, që ka mbajtur frymën tradicionale të kësaj toke dhe kodin ton të nderit, që na kërkon të mirëpresim miq, ustarët e të huaj duke ndarë gjithçka kemi, por jo më pak se bukë për stomakun, krip për shije, e çka ka më rëndësi, zemrën për sigurinë e tyre. Pra ja ku jemi këtu, me një ushtri të fuqishme arkitektësh në një rekje për të pushtuar të ardhmen që kanë dalur për një moment për të lindur, për t'i dhënë jetë një festivali, që përveç vizionit edhe motos, ka edhe misionin, që përmes Bukës e Zemrës të formësoj një destinacion, një takimet ardhmen këtu në Shqipëri. Po, ka arkitekt, është për arkitektët e njohur, por jo vetëm për ta, jo vetëm për siguritë e tyre, arritjet apo trofeet e tyre, por ka të bëjë edhe me ato që i trazojnë, i shqetësojnë, i zemrojnë, i provokojnë edhe i frymëzojnë ata. Ideja është të ndajmë një hapësirë, si të ishte një pyetje, të reflektojmë për dyshimet që mbartim, shpresat që ushqejmë dhe ëndra që mendojmë se janë vlen të ndiqen. Ka diçka që është trazuese, por po kështu edhe që ngre pikpyetje. Fjala e përbashkët duket tashmë sikur është e pakapshme, duket sikur individualizmi kuron disa doma ekologjike. Dhe ndërkohë ajo çfarë është e përbashkët po na rrëshqet kishtash, jo domosdoshmërisht nga dashakeqësia, por përmes shkatrimit, përmes lodhjes e harresës. Kemi harruar si të dëgjojmë, si të mos bijem dakord pa krijuar ndasi, si të ndërtojmë pa dominuar, si të ndajmë pa dyshuar. E ndonjëherë ata që shpëtojnë fjalën e përbashkët e bëjnë këtë për të krijuar ndasi më të thella, për të ndarë në mënyra dashakeqe, për të krijuar kufi, për të krijuar hierarki për katësie. Kjo është saktësisht arsyeja pse jemi thirrur këtu për të përballur me ta. Një botë krizas që shumë fishohen, natyrore e të bëra nga njeriu, ku vetëm ideja ne është e rrethuar, ku dialogu zhytet në zhurmë e politika drejtohet nga frika, ku suksesi matet nga largësia dhe jo nga afërsia dhe ambicia personale harron shpesh përgjegjësinë për të tërën. Kësisoj ky takim nuk është vetëm premtim arkitekture, por një lloj arkitekture në vetvete, një konstrukt njerëzor ndërtuar mbi rrënojat e brishtat asaj çka kemi trashëguar, mbi ëndrat që ne shpresojmë ende që të realizohen, një ftesë për të kujtuar e për të krijuar, për të kujtuar çfarë do të thotë kemi diçka të përbashkët, qoftë në traumë, aspirat, dhe për të krijuar atë çka mungon, ende e çfarë është më urgjente, të kujtojmë të ndajmë atë. Ashtu si ndërtuesit e lashtë ndërtuan tempuj jo vetëm për të strehuar Perëndin, por për të mbajtur komunitete
e për të pritur miqt e largët, apo si ata që mbi rrënojat e luftrave nuk ndërtuan vetëm shtëpi, por edhe shpresa. Kështu kërkohet dhe nga ne të ndërtojmë monumente guri, por hapësira kuptimi, jo struktura e betoni, por shtyllë mirëkuptimi. Prandaj është shumë kuptim plot që një prej arkitektëve ton thelbësor në Europa, nga Europa së bashkuara, Kina, Korea e Jugut, kanë vendosur të vinë këtu në Shqipëri, jo si yje vetmitar që hedhin dritë mbi një tokë të huaj, por si pjesëmarrës në një eksperiment të përbashkët që ndërtohet jo vetëm në një vend, por bashkë me vendin, duke mbartur hijeshin e traditës së tyre, me idetë që vinë nga formësimi i qyteteve të tyre, materialet e ndryshme gjithashtu dhe barrat e krizave, krizat në shtëpi, në vendet e tyre, krizat në një botë që po të kurret ora orës. Kriza që janë të bërave, por këtu në Shqipëri ndodh diçka mjaft e veçantë. Ata jo vetëm priten, por mik priten, jo vetëm mik priten, por integrohen nga një vend e njerëz, peizazhi i të cilit është po kaq i larmishëm sa e shkuara e ku modelet njerëzore të janë vështira për të gjurmuar. E ndoshta për shkak të kësaj paparashikueshmërie, për shkak se nuk ka thjeshtim, rutim, nuk ka parashikueshmëri. E shkuara është tragjike dhe e ardhmja guximtare. Përvoja mbetet poroze, mjaft e hapur për të ndarë nga ky takim i asaj çfarë sjellin e gjejnë lind diçka që nuk është as e lindur e as e sjell, por diçka midis, një sintezë, një bisedë jo vetëm në beton, drita, por në mish e gjatë, jo një kolazh stilesh, por një komunitet qëllimesh, narrativa, vizione, edopsi. Ajo çfarë vjen këtu nuk është vetëm ndërtim, por është një autorësi e përbashkët e vendit, një autorësi e përbashkët ku e veçuara shtrihet në të përbashkën, e ku e çdo çdo ne shndrohet në një gjurmë, e lidhur me një gjurmë tjetër, si gjurmë që formojnë një rrugë. Ndoshta kjo është pjesa më e çmuar, që duke ndërtuar këtu, arkitektët jo vetëm lënë një shenjë kontribut, por çojnë diçka përpara. Na ndihmojnë të shohim jo vetëm një shtek, por shumë shtigje, ndonjëherë të drejta, ndonjëherë zigzake, duke ndërtuar një gjeometri përkatësie. Ka një energji të mirëfillt në atë çfarë mund gjenerojnë arkitektët, një energji që rrjet, përshon tek ne, që na transformon, e që formën vetë vendin, një energji që vjen nga ambicia shqiptare dhe ambicia për një përgjigje të përbashkët për të mirën jo vetëm të Shqipërisë, por për të çdo vendi pjesëmarrës të kontinentit tonë, pse jo të botës sonë përbashkët, një energji e marrë nga energjia e kohës sonë, transformuar në vullnetin kolektiv për të përgjigjur, jo vetëm për shkak të kërcërisë profesionale, por për hir të impulsit njerëzor për të kuptuar. Këtu është bukuria e vërtet, në momentin ku takohemi për te roleve tona, për te rezumeve tona, në atë hapësirë të rrallë, ku dia profesionale shkrihet me instiktin njerëzor, ku projektimi qëndron për te dyshimit dhe aftësia ecën me dobësim. Aty, në këtë tension ndërtohet diçka fatgjatë e fortë, jo vetëm me arkitekturën, po përmes arkitekturën për të gjithë ne. Jam vërtet më ngjyrë, i prekur sot, sepse ja blen të thuhet përpara mendjeve kaq të jashtëzakonshme, urrej me qëra fjala të quaj yje, që Shqipëria është kthyer në një portë shprese, jo si slogan, por një përbojë e jetuar për të gjithë arkitektët ndërkombëtar, të cilët vinë në numra që vetëm pak vite më parë nuk do t'i kishim imagjinuar. Po edhe për zhvilluesi, do të më duhet të them, të cilët po mësojnë dal nga dal se shpresa nuk rritet duke shmangur standardet e larta, por duke u rritur për t'i arritur ato dhe për të patur vlerë në atë çfarë ndërtojnë, jo vetëm për fitimin e tyre, por edhe për këtë vend, jo vetëm për xhepat e tyre,
por për vendin e fëmijëve të tyre, e jo vetëm për vendin tonë, për po. Edhe për botën. Tirana sot nuk është më vetëm një skenë, është katalizator, nuk është vetëm një vendodhje, por një bashkëpunëtor. Projektet që lindin në Shqipëri nuk janë mediokritete lokale apo klishe globale. Janë të gjalla, rezonuese, me vlerë, sepse vinë nga shkrirja e saj që ka është thellë e rrënjosur, e saj që është radikalisht e hapur. Në një botë fiksuar me ikona, me autorship, me pronësi, ajo çfarë shpaloset qetësisht këtu, duket thuajse subversive. Diçka që krijohet si e përbashkët, por si asgjë tjetër më parë. Dhe këtë kërkon festivali, dhe çfarë është më rëndësishme guxon të ndërtoj midis asaj që është vërtet e përbashkët, jo me kujtesën apo diçka tjetër, por si një akt krijimi, një shenjë e bukur e kësaj fryme. Shihet tek të ftuarit e ushtrisë arkitekturës. Shumica e tyre s'kanë ardhur me staf, por me shok nga fusha të tjera të jetës, që ndoshta nuk din të heqin një vijë, por mbartin atë çka ka më shumë vlerë, përvojën njerëzore të një dhurate unike. E na kujtojnë se ardhmja nuk ndërtohet vetëm, e sigurisht jo brenda kufive të ekspertizës sonë. Arkitektura mund të jetë shembulli më i qartë i kësaj, dhe këta të ftuar kanë vlerë pikërisht sepse sjellin diçka jo teknike, por emocionale, intuitive, kulturore. Sjellin histori, kontradikta, pikpyetje, sjellin atë lloj urtie që hapësirat profesionale shpesh e harrojnë. Dhe duke e bërë këtë, ata plotësojnë tablon, sepse ky festival nuk ka të bëjë me arkitekturën si profesion, ka të bëjë me arkitekturën si aktin më të afërt njerëzor, më të afër me drejt hyjnores, të krijosh hapësira ku jeta mund të ndodhë, të rritet dhe të mbrojë veten. Ku nevoja jone lashtë për të përkitur, për të lidhur, për të lënë një shenjë, të bëhet diçka që ndajmë të gjithë. Nëse ajo që është vërtet e përbashkët nuk nis me instrumente e me siguri, por me kurajën për t'i lënë të tjerë të hyjnë dhe kurajën për të ndryshuar atë ky festival që nis sot është pikërisht gjëja e duhur, në pikërisht gjën e duhur, e tamam në vendin e duhur, le të shohim ku na çon. Po ku do të na çoj? O edhe në qoftë se s'na çon kërkund, le të sigurohemi që ndërsa jemi bashkë, buka është e bollshme, zemra është e hapur, e kripa s'mungon kur është e nevojshme. Faleminderit.